Në kuadër të fillimit të kreshmës ortodokse, në qytetin e Korçës është çelur ekspozita Kishat ortodokse në Korçë, një koleksion i veçantë që hedh dritë mbi historinë, traditën dhe trashëgiminë shpirtërore të zonës. Koleksionisti Mirgen Shambli shprehet se realizimi i kësaj ekspozite ka qenë një dëshirë e kahershme, e mbartur prej afro 10 vitesh. Sipas tij, përzgjedhja materialeve është bërë me kujdes, duke përfshirë fotografi të ralla, dokumente origjinale dhe kartolina postare që pasqyrojnë jetën fetare ndër vite. Ekspozita e sotme është për kishat ortodokse në zonën e Korçës. Me rastin e fillimit të kreshmës ortodokse, kam menduar të çel këtë ekspozitë me këtë koleksion shumë të veçantë, në koleksionet e mia të shumta. Kam dashur rreth 10 vit që e kam konsoliduar këtë. Ekspozita nis me kishën e Shëngjergjit dhe varrezat e Shënmërisë, ku përmes fotografive dhe materialeve dokumentare paraqiten 3 ritualet themelore të jetës njerëzore: lindja, pagëzimi dhe vdekja. Një hapësirë e veçantë i është kushtuar edhe kishave të fshatrave të qarkut të Korçës, duke përfshirë rreth 80% të tyre. Në fokus është vendosur edhe voskopoja, me 2 dokumente origjinale nga shtypshkronja e saj e njohur, si dhe materiale që dëshmojnë proceset zgjedhore për përzgjedhjen e epitropëve para viteve 1900. Fillojmë atëherë me kishën e Shëngjergjit, me varrezat e Shënmërisë. Këtu përfshijmë edhe 3 ritualet, mund të themi të njerëzimit, lindjen, pagëzimin dhe vdekjen. Paraqesim këtë me foto dhe materiale të ndryshme, dokumentare. Gjithashtu kemi dhe kishat e fshatrave, të gjithë qarkut të Korçës, pothuajse, afër 70-80%. Voskopojën e kemi paraqitur, kemi dhe 2 fletë origjinale nga shtypshkronja e voskopojës, gjithashtu zgjedhjet që janë bërë para viteve 900 për të zgjedhur epitropët në kishat e voskopojës. Mund të themi është një shumëllojshmëri materialesh që kemi paraqitur në këtë ekspozitë. Një pjesë e konsiderueshme e koleksionit përbëhet nga fotografi të ruajtura ndër vite në familjet korçare, si dhe materiale të siguruara përmes shkëmbimeve me koleksionistë të tjerë. Mes tyre spikat katedralja Burimi i Jetëdhënës, që daton në vitin 1727, mbi të cilën është ngritur më pas kisha e Mitropolisë, e cila sot po rikthehet në identitetin e saj historik. Shumë janë fotografi që kanë patur njerëzit në shtëpi, që i kam lidhë me koleksionistë të ndryshëm, kemi shkëmbyer. Një pjesë e mirë janë në kartolina postare me imazhe nga kishat e vjetra. Përmendim këtu katedralen Burimin e Jetëdhënës, e cila daton 1727, në mos gaboj. Fillimet dhe mbi kishën e vjetër të Burimit të Jetëdhënës është ngritur kisha e Mitropolisë, e cila sot po kthehet në identitet, sepse me sistemin komunist u kthye në muze mesjetar tash, po kthehet në identitet. Shambli thekson se korçarët janë të njohur me këtë trashëgimi, veçanërisht filantropët që kanë kontribuar me pasurinë e tyre për kishat dhe komunitetin ortodoks. Ai veçon figurën e Jovan Bankës, i cili sipas tij la gjithë pasurinë në shërbim të komunitetit ortodoks shqiptar. Patjetër që janë korçarë, sidomos filantropët, cilët kanë dhuruar, kanë shkrirë pasurinë e tyre për të ngritur kishat për komunitetin ortodoks. Mund të veçoj këtu Jovan Bankën, i cili dha gjithë pasurinë e tij për komunitetin ortodoks shqiptar. Përmes kësaj ekspozite, mesazhi që përcillet është ai i paqes dhe dashurisë për të gjithë, në një periudhë reflektimi dhe përkushtimi shpirtëror, siç është kreshma. Mesazhi është paqe dhe dashuri për gjithë njerëzit. Ky është mesazhi. Është kreshma që njerëzit falen në të cilët besojnë në Zot. Ekspozita Kishat ortodokse në Korçë mbetet një dëshmi e gjallë e besimit, historisë dhe kontributit qytetar ndër breza. Përmes dokumenteve, fotografive dhe materialeve të ralla, ajo rikthen në vëmendje rrënjët shpirtërore të Korçës dhe rolin që kisha ka luajtur në jetën sociale e kulturore të komunitetit. Në prag të kreshmës, kjo ekspozitë shërben jo vetëm si një udhëtim në të shkuarën, por edhe si një thirrje për reflektim, paqe dhe dashuri mes njerëzve.